rrezikshme, unë jam burr. Absolutisht. Unë jam burri. S'merrem më me punë të gravet atje, absolutisht. Jo vëllai. Ata nuk janë punë të gravet, po janë punë e bashkëshortes tate, që ke lidhi jetën me ta, edhe që çdo gjë jeta të shkojë për smari, ndihmoje pak atë. Në punë ndryshme, të s'po i numëroj gjitha, unë tregova vetëm një rast, jo më larg se sot me bashkëshorten time, po edhe tjera ka vend ku me ndihmu, edhe jo vetëm gishtin, ti je për këtë punë, ti vazhdo, ti mbaroj, jo. Mos e shkatro thot nga ana fizike apo psikologjike, domethënë me shkatro trunin të e shah, apo atë e rrafate. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, mos i rrifni bashkëshortet tuaja siç kanë pas rraf sklevrit dikur me kamxhik. Përdora të zgjuarsinë tate, mirësinë tate që të ka dhënë Allahu, urtësinë tate, binda avash avash, edhe nuk është nevoja me vënë dorën tonë. Burri nuk e tregon veten se është burr brenda në shtëpi, po jashtë shtëpisë. Omeri Allahu me shiroft e ka thonë një fjalë të madhe. Vallai tha kur hyn në shtëpi tha, para bashkëshortes jam si fëmijë. E dini kush ka qenë Omeri Allahu me shiroft? 10 vjet përgjegjësi muslimanëve. Në të gjitha betejat që ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka qenë ndonjëherë në rresh dytë. Edhe për herë të parë kur është thirrë ezanin në Mekë, për herë të parë kur kanë dalë kanë qenë 39 me Omerin janë bën 40, do dalim hap thon. Unë Mekë tha nuk i trema mas i burri. Po çka është çështje me një gru?